Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković në Brukseli ku po merr pjesë në takimin e Këshillit Evropian i ka reaguar Serbisë tepër ashpër në lidhje me deklaratën trepalçe të nënshkruar në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në Kosova, Shqipëria e Kroacia. Në vazhdimsi Serbia e ka cilësuar nënshkrimin e kësaj deklarate si një provokim për përplasje dhe konflikt në Ballkanin Perëndimor. Madje presidenti serb Aleksandar Vučić pretendoi se nënshkrimi i saj shkel të shkëlqyer marrëveshje rajonale për kontrollin e armëve dhe se Kroacia e Shqipëria nuk e kanë informuar NATO-n për gjithçka. Por Plenković reagoi mbi këtë deklarata nga Brukseli, atje ku tha se kjo është një marrëveshje normale dhe se Kroacia nuk ka nevojë ta pyesë as Serbinë e as NATO-n rreth kësaj. Këto janë marrëveshje normale. Ne ishim në një pozicion për të krijuar një dokument që ndihmon përpjekjet e tyre për reformë. Nuk ka natyrë armiqësore. E kuptoj që duhet të kërkojmë një armik me tek, por kjo nuk ka natyrë armiqësore. Kroacia nuk ka nevojë ta pyesë askënd për këtë, as Serbinë e as NATO-n, ka thënë ai sipas televizionit në një. Mes të tjerash Plenković para gazetarëve ka thënë se do ta shfrytëzojë takimin në Këshillin Evropian për të tërhequr vëmendje rreth asaj që po ndodh në rajonin e Ballkanit. Duhet ta përcjellim stabilitetin në Bosnjë-Hercegovinë dhe situatën në Serbi. Është koha për ta përqendruar një pjesë të vëmendjes sonë në zonën që është dëshmuar të jetë ndezëse vitet e fundit, ka shtuar ai.